Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua aty Ronaldin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në fermën VIP. Tani, a duhet të ekzistojë zarfi i zi në ferma VIP? Kjo është pyetja më e madhe që bëhet nga publiku. Kërcënime, degradime, lojë e vështirë. Ne menduam që do të jetë një ferma që do të falën dashuri, do të jetë një ferma që do të falën pozitivitet, do të jetë një ferma që do të falën një dritë të bukur, por nuk është ajo ferma. Klodi dhe Jona, siç duket, kanë nisur një betejë të madhe që nga prajmi i fundit. Nëse Mimoza është një personazh që toleron që Iliri t'i fusë bythën e pulës në gojë dhe miku i saj i ngushtë Adioni që quheshte si miku i ngushtë ta mban për duar që etj dhe më pas këtë sfidën ta vazhdojnë brenda akoma edhe më shumë, Jona siç duket nuk toleron veprime të këtilla dhe në një diskutim dhe në një situatë të madhe që ka ndodhur brenda kësaj shtëpie, Klodi ditën e djeshme e ka kërcënuar Jonën që unë do të heq kokën. Do me thënë, do të heq kokën është kërcënimi më i madh që mund t'ia bësh një banorit dhe çuditërisht produksioni e toleron këtë gjë. Tani produksioni nuk më duket shumë profesional në këtë drejtim, sepse produksioni nxjerrën Akilin, i cili nuk bëri asnjë gjë në fund ditës me kërcënime që bën Klodi dhe mban Klodi në shtëpi sepse dëshiron që të krijon një situatë, do të thënë dëshiron që të krijon një ngjarje brenda asaj shtëpie që të flitet edhe të komentohet jashta kësaj shtëpisë. E pash Jonën shumë të guximshme, ne e njohim karakterin e Jonës, nuk ma merr mendja që banorët mund të kalojnë përtej luftrave që Jona ndërton, përtej dinamikave që Jona ndërton. Është një personazh shumë interesant dhe nuk ma merr mendja që Klodi mund të ketë durimin edhe forcën që t'ia del me Jonën brenda në lojë. Do me thënë, Jona ka hyrë me thikë të pastër dhe është duke goditur të gjithë banorët, po nuk më duket e bukur që një burr, do me thënë, i cili mbështeti dashurinë, i cili mbështeti ndjesitë, i cili mbështeti emocionet, i cili foli me fjalët e Shakespeare-it për të dashurën e tij, për rrugtimin e dashurisë së tyre, të kërcënon një vajzë tjetër e cila është banore e kësaj shtëpie vetëm e vetëm sepse ai nuk mundet dot që ta përballon luftën me të. Do me thënë, e shoh Klodin një banor i cili ka krijuar një vetbesim shumë të madh dhe dëshiron që me këtë vetbesimin t'ia del deri në fund. Tani kërcënuesit, shembulli për shembull i Rogertit në shtëpinë e Big Brotherit, nuk është se patën sukses. Do me thënë, pa marrë parasysh që bëri lojën, krijoi dinamikat, por u largua i katërti, i dështuar, do me thënë siç Rogerti e përkufizoi rrugtimin e tij, por në anën tjetër, do me thënë në këtë rast Klodi mendoi që duhet të detyrohet nga produksioni që të kërkon falje ose të mbërrijë një zarf i zi brenda në ferm, sepse eskalon çdo limit. Do me thënë, në qoftë se ti je një reality show, nuk e ke të drejtën ta kërcënosh një gruan, të heq kokën sepse ajo ty të përmendi një historinë tënde që për të i duket fake, apo nuk i duket e vërtet, apo i duket që ti mund të ecësh në lojë. Unë mendoj që Klodi kishte mundësinë që ta përmendën familjen e Jonës, por jo ta ofendon Jonën deri në atë nivel.